Edhe 8 muaj pas aratisjes së ish-zëvendës kryeministrit Artan Grupi dhe ish-drejtorit të Llotarisë Shtetërore Përparim Bajrami, autoritetet nuk i kanë përfunduar aktivitetet, të cilat siç thonë ata, i ndërmarrin për sigurimin e personave në Arati. Siç na njoftuan nga Prokuroria Publike, ndaj tyre është shpallur fletaresë ndërkombëtar dhe bashkëpunohet dhe me organet e huaja. Prokuroria Publike ndërmerr të gjitha aktivitetet në kompetencë të saj për sigurimin e personave, përfshirë dhe dhënien e urdhrave për fletareste. Pas lëshimit të fletaresteve, veprojnë edhe organet policore vendase dhe të huaja, të cilat janë kompetente për të siguruar personat, thonë nga Prokuroria Publike. Masa ndërmerr dhe Ministria e Punëve të Brendshme, por asgjë konkrete. Nga atje na thanë se nëse ne dim diçka si gazetar, do t'ju tregojmë në stacionin policor. MPB ndërmerr masa taktiko-operative për lokalizimin dhe privimin nga liria të personave për të cilët pyesni. Nëse posedoni informacione për lokacionin e tyre, të njëjtat ndajini me organet e ndjekjes në stacionin më të afërt policor, thonë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Më 17 dhjetor të vitit të kaluar, grupi u largua nga vendi me makinë diplomatike dhe u aratis. Autoritetet kompetente i kanë bërë thirrje disa herë që të kthehet, por deri më sot ajo nuk ka ndodhur. Në fillim të qershorit, grupi në rrjetet sociale për herë të parë publikoi fotografi nga uratat për ditëlindje nga miqtë e tij, por në fotografi nuk tregohej lokacioni se prej ku është publikuar. Grupi kërkohet për keqpërdorime me tender në Llotarinë Shtetërore, respektivisht për shkaktimin e dëmit prej disa 10 milion euro. Në ndërkohë ai përfundoi gjithashtu në listën e zezë të SHBA-s për korrupsion dhe rishfet, në rast që lidhej me ish-shefin e DSK-s Sasho Mjallkov. Përveç grupit për keqpërdorime në Llotarinë Shtetërore, kërkohet dhe ish-kreu i këtij institucioni Përparim Bajrami. Avokati i tij në atë kohë tha se ai nuk ishte në Arati, por ishte shpërngulur nga vendi. Megjithatë deri më sot, publiku nuk e di vendndodhjen e tij dhe autoritetet kompetente ende janë në kërkim të tij. Ekziston dhe një fletares ndërkombëtar për Vasko Kovacevskin, i dishuari kryesor për rastin aditiv për manipulim të tenderëve për furnizimin e qymirit për tek Manastir dhe tek Oslomej. Ai dyshohet për krim në vlerë prej 6,5 milion euro. Gjykimi në këtë rast filloi javën e kaluar, kurse Kovacevski, i cili është në Arati, do të gjykohet në mungesë.